Vetëm nga një sekundë gjithë. Vetëm një sekundë, kam unë të vazhdo. Një sekundë. Kuj ke këto pike? Faleminderit, tani shëndetin Sulo dhe duke gëgjyrë. shëndetin jetën dhe sigurinë e shqiptarëve. Shëndetin jetën dhe sigurinë e shqiptarëve e cënon bandat, krimi organizuar, i dorëzuar, shteti i dorëzuar në duart e tyre. Shëndetin jetën dhe sigurinë e shqiptarëve e cënon vjedhja dhënave të akshit. Shëndetin, jetën dhe sigurinë e shqiptarëve e cënon korrupsioni dhe shpopullimi i pandalshëm që kanë bërthyer këtë vend. Nuk e cënon, nuk thot askush përveç jush që jeta dhe shëndeti i shqiptarëve u cënoka me një tymuese, 2 tymuese apo 3 tymuese. Kjo është qesharake. Ju shkoni, mbani veten për tifoz. Në stadium me mirat tymuese ndizen nëpër stadiume. Nuk është cënuar kur, nuk dihet, vetëm ju e thoni që tymuesja që ka cënim i jetës dhe i sigurisë. Ju, qofshi ju që jeni. Por shqiptarët din tjetër gjë. Shqiptarët din që ata që cënojnë rendin, sigurinë, jetën, shëndetin dhe pronën e shqiptarëve është narkoshteti me ngryje kreun e narkosit. Faleminderit. A mundet, lutem, të përgjigjem unë pyetjes së zotit Balla? Pa. Zoti Balla, përsëri po mashtroni. Jo vetëm që nuk ka asnjë shqetësim nga ana e të gjithë antarëve, partive antare, të PPS, të CDI-s, të IDU-s, pra janë rreth 200 parti. Rreth 200 parti të cilat kanë miratuar 7 rezoluta që shprehin shqetësimin e madh për vjedhjen e zgjedhjeve, për autokracinë elektorale të vendosur në Shqipëri, për lidhjen e Edi Ramës qeverisë me bandat kriminale dhe krimin e organizuar, dhe për kthimin e Shqipërisë, së fundmi shqetësimi më i madh i gjithë atyre partnerëve që ti përmende është që Shqipërinë Edi Rama e ka kthyer në një lavatriçe, në një parajs për pastrimin e parave, të krimit dhe të karteleve të drogës. Pra, po mashtron, ashtu siç ke mashtruar gjithmonë në fakt, dhe vjen shumë keq që e vazhdon në mënyrë sistematike mashtrimin dhe gënjeshtrën. Së dyti, për sa i përket rrezikut, po, ne jemi të vetëdijshëm, siç janë të vetëdijshëm gjithë qytetarët shqiptar. Tuneli Llogaras rrezikon sot që ne flasim jetën e çdo qytetari që kalon në atë tunel. Për shkak të vjedhjes dhe abuzimit të Belinda Ballukut. Po, ne jemi të vetëdijshëm që të gjitha rrugët që janë kryer pas standarde në kohën e Belindës apo në kohën e Edi Ramës rrezikojnë çdo ditë jetën e qytetarëve. Ne jemi të vetëdijshëm që çdo vjedhje fondesh rrezikon jetën e pacientëve ashtu sikurse mbrëm në ora 11 të natës që SU-ja ishte pa drita.
Për këto duhet ishim shqetësuar neve. Pse? Sepse janë abuzuar fondet. Pse? Sepse janë vjedhur fondet. Pse? Sepse këto e ka urdhëruar, lejuar Edi Rama. Në vend që shqetësoheni për pacientët, se si i nxirrnin me shtretër në mes të natës, sepse s'kishte drita te reanimacioni, juve vini këtu për përjashtuar opozitën. Sot neve përjashtohemi si opozit, vetëm se kemi mbrojtur të drejtat dhe interesin e qytetarëve, ndërkohë që Belinda Balluku është në detyrë. Prish prova, kërcënon dëshmitar, madje jep dhe tendera. Vetëm javën e fundit ka dhënë 100 milion euro tendera. Ne përjashtohemi ndërkohë që Mirlinda Karçana është ende në detyrë, drejtoresha e Akshit. Akshi që sapo e tha kolegu Noka, që është kthyer në një rrezik kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe një pyetje kam për ju Taulant. A jeni ju viktime e Ergyes Agasit? A ju ka shkarkuar juve Ergyes Agasi, juve dhe 3 ministra, 2 të tjerë të brendshëm? Pra ti sot duhet ishe sot me ne këtu, sepse në fakt ka ardhur dita që ta merresh ndaj atij personi që të ka shkarkuar. Kjo është qeveria e Edi Ramës, ishte Ergyes Agasi që emëronte dhe shkarkonte. Ndaj jemi ne sot këtu në këtë bank. Për mbrojtur dhe ty Taulant, që herës tjetër mos të shkarkoj krimi i organizuar apo kartelet e drogës. Që të përdor për ditë, po herë shkarkon herë të mbrojtur. Ti duhet ishe sot këtu të kishe reflektuar që të mos lidheshe më me Sueçelën edhe të dilte emri të Sky and Koçat. Për këtë jemi sot këtu. Ndaj neve po dënohemi. Dënohet opozita që mos flasit, po nuk na heshti dot. Datën 24, priteni se po afrohet. Vetëm